Të zjerë vendja, se nuk lëviz nga vendi. Duam drita! Duam drita! Duam drita! Duam rrugë! Duam drita! Duam rrugë! Duam drita! Duam rrugë! Duam drita! Duam rrugë! Duam drita! Duam drita! Nasa aq fulim kemi aq shane, iku se do shëllim ditën. Duam drita! Duam rrugë! Duam drita! Duam rrugë, Duam drita! Duam rrugë, Duam drita! Duam rrugë! Duam drita! Duam rrugë! Duam drita! ne bazika për të jetuar. Mes polica vjet protestues, ty me njëri. Hajde, hajde. Hajde, hajde. Hajde, çfarë të themi ne të shkretën, ato që kemi në zemër, po i themi dhe që janë në teren. Nuk po shtojnë. Ja do japim dorën policave se e prishëm. Janë bllokuar gjitha rrugët. Ujrat na ka zbritur për kopshtra dhe as mbjellim, as korrim dot atje lart ku jemi. Kështu që duam të takojmë kryetarin, na jap një shpjegim, na thot kur do vi, apo s'do vi fare, e kuptot që të mbledhim mendjen edhe neve se ngelëm duke ardhur këtu në bashki duke kërkuar çka kërkojmë rrugë ujë drita, si këtu e 30 vjet përpara. Kaq duam neve nga bashkia, asnjë tjetër. Katundishta. Duam drita edhe rrugën. Dritat ka që kur ka që në verë gjallë, në verë o gjallë. Edhe ato janë amortizuar. Kema rrugën për arsye se ujrat kanë dalë nëpër asfaltet. Ne kemi ardhur përsëri për të protestuar për gjërat më bazike që ka një popull dhe qytetarët e këtij vendi. Kemi rrugët janë të shkatërruara. Kemi një digë atje që është në gjendjen më mjerane. Ka janë mbledhur inerte nga të katra anët që në Ballabane dhe deri aty janë mbledhur inertet. Pasi aty rrezikohet jeta e banorëve. Kemi probleme të tjera. Ne si fshat dhe si banor fshati kemi 15 ditë që jemi të bllokuar. Na ka rënë gjitha ledhet. Nuk po dalim dot. Janë 6 lagje të bllokuara në fshatin Katundisht. Dhe ne kemi, kjo është protesta e tretë që po bëjmë dhe s'kemë marrë si përgjigje. Presim deputetin e zonës të marrim një përgjigje. Dhe edhe është një problem tjetër shumë themelor. Lumi dështis apo gruen gjitha tokat e komitetit të fshatit Katundisht. Presim, nuk e di përgjigje me se të bëhen se ndryshe do bllokojmë rrugën nacionale. Kurse shqetësimet e tjera për rrugët e fshatit, për ujin që po prish tokat, lumi po prish tokat, na ka dhënë asnjë shpjegim. Dritat, thot bashkia, nuk e kemi ne, po ne kujt ja kemi votën? Ne ku të përplasemi? Në Tiranë të vend, te kryeministri. Ta thash dhe herën e parë, ndoshta dukemi pak këtu, po 200 shtëpi që jemi atje lart janë pleq. Si be ne do bllokojmë rrugën kryesore. Fundit do sakrifikojmë, ndoshta edhe do përballemi me ligjin, po tani kur troketet deri shurdhit, kjo është. Ne na ka vajtur atje tek s'mban më përveç se të bllokojmë rrugën atë vetë flijohemi, nuk na ka mbetur gjë tjetër, se po flasim dhe nuk dëgjohemi, po flasim në vesh të shurdhit. Kaq, do bllokojmë rrugën herën tjetër. Rrugë s'kemi. Ujë sjellës nuk kemi, SBR nuk funksionon. Kanali Vadit janë hedhur 80 miliard lekë, s'kemi nuk vadisim as ditë, është fakt. E të vinë ta shikojnë, përfaqësoj bashkinë Ballaban, komunën. Shkruaj Malton Okolista, janë fermer. Këto gjëra duam ne. E keni pasur të vështirë tani ju si fermer për ujitjen e... E kemi shumë të vështirë. Jashtë masa kemi të vështirë. Po e blem dhe mekun me 13.000 lekë. Kur kemi me hektarë atje për të vaditur?
Kemi liçen atje dhe sa zvadisim dot as ma vritoj. Përse se është bllokuar nga burime njerëzore. Një ditë hapin, ditë mbyllin atë çka rezervuar. Tani kanë bërë me karikim në ambite dhe nuk funksionon fare. Janë edhe miliarda lekë, vazhdon akoma kanali bet. I marrin. Kemi ardhur këtu, kemi bërë disa kërkesa për rrugët, për kanalet, për një digë që është diga Vatice, dhe jo që s'na është kthyer përgjigje, na kanë kthyer një cop letër përgjigjen e sekretar fshatrash për elektrikun, që nuk është kompetencë e këtyre, atë të tyret nuk i kthejnë. Dhe nuk dim, tani duam të dim, i ka mjetet apo i ka shit për skrap. Ne do bllokojmë rrugën nacionale. E to marrim akt ekstrem. E kemi marrë parasysh në burg të vetë. E ne do bllokojmë rrugën. Tani ne jemi mbledhur, protestojmë për problemet tona të fshatit Katundisht. Në fshatin Katundisht rrugët janë vidhisura, janë bërë për turp të Zotit. Ne përsëri do protestojmë për kërkesat tona. Nëse ju nuk kanë, ata që na dëgjojnë nuk kanë besim, të vinë ta verifikojnë vetë kush e ka merak. Kush e ka përgjegjësi pastaj që nuk e bën detyrën. E merr lekun nga taksat edhe nuk bëhet detyra. Atëherë bie pengesë. Si është në fshatin tonë gjendja? Në fshat nuk është normale. Çfarë ka problem? Kam ujë të pishëm, është me pengesë. Tubi është atje, po s'ka ujë. Nuk punohet me përgjegjësi. Energjia elektrike është sigur bërë në sistemin parshëm. Është te amortizuar.